Këtë premte ka vazhduar gjykimin e rastin e njohur si Banjska në gjykatën themelore në Prishtinë që u përcoll me zhvillime. Mbrojtja e të akuzuarve për terrorizëm propozojnë 9 dëshmitar të rinj, por kërkesa e tyre nuk është marrë parasysh nga gjykata. Në vendin e krimit shkuan pas terroristëve e në gjykatë si gjithmonë para tyre. Policët që u ballafaqua me 24 shtator të 2023 me grupin terrorist në Banjsk u përballën edhe një herë me ta në gjykatore. Ata që në atë ditë synuan aneksimin e veriut të Kosovës zunë vende në sallë të shoqëruar nga 8 gardian. Me një përbërje të re të trupit gjykues vazhdoi gjykimi ku të akuzuarve u kërkua edhe një herë të deklaruar rreth fajsisë. Ani jeni fajtor lidhur me çështjet që u ngarkon këtë akuzë. Siç kam deklaruar edhe më herët, momentalisht nuk dëshiroj të deklarohem. Nuk dëshiroj që të deklarohem rreth fajsisë, ashtu siç kam deklaruar edhe më herët. Nuk jam fajtor për veprat të cilat më vijnë barë me këtë akuzë. Pas këtij deklarimi, Jovana Filipović, avokati Dušan Maksimovićit, i propozoi gjykatës dëgjimin e 9 dëshmitarëve të rinj në këtë proces gjyqësor. Kjo kërkesë nga prokuroria speciale u posi tentim i krijimit të një alibie. Propozimi i tillë ka mungesë të relevancës dhe individualizimin konkret të provës për çka janë propozuar. Taktik për stërgjatje të gjykimit të quajt ky propozim nga avokati i familjes Bunjako. Ky propozim është vetëm një lloj tentative për me kriju një mjegull dhe me zvarit procedurën. Se këto dëshmi nuk do t'i shërbejnë asgjë raste u tha nga avokatët e policëve të dëmtuar. Nuk mund ta rrëzoj e ta zhbëj provën që kemi tani në shkesat e lëndës, uniformën e vet Dušan Maksimovićit së bashku me antiplumin që kishte në dhomën e tij të fjetjes. Mbrojtja mes tjerash propozoi ekzaminimin e fotografive e që kundërshtua nga prokuroria. Për gjykatën duhet të jetë i papranueshëm, sepse nuk ka asgjë më shumë se sa një kërkesë për zvarritje të procedurës. Me kundërshtimin e prokurorit Abazi u pajtua dhe avokati i familjes Bunjako. Kemi të bëjmë me një rast terrorist, Afrim Bunjakun, familjen e cilit e përfaqëson ka vrarë dikush një terrorist që në fund këtij gjykimi ka mu vërtetu kush e ka vrarë. Ai nuk ka vdek me vdekje natyrale. Kështu që kjo është një çështje shumë e ndjeshme. Ekspertiza uniformave u kundërshtua dhe nga mbrojtësit e policëve prezant në sallë. Nuk kemi ekspert që bën ekzaminim të uniformave, sepse uniformat nuk kanë ADN të veçantë, e hiq më pak nga fotografia me uniforma të tjera. Pas një konsulte, kryetari i trupit gjykues refuzoi propozimet e avokatës serbe. Refuzohet propozimi i avokatës Jovana. Me këto vendime përfundoi edhe seanca së premtes për të vazhduar me të radhës në mesin e muajit shkurt. Tutem vetëm mikrofonin sepse është për shkak. Në po të njëjtën gjykatë dhe po sot ka vazhduar dhe gjykimi për hedhjen e gazit lotësielës në kuvendin e Kosovës nga Xhelal Sfeshla, Sali Zyba, Fitore Pacolli e Drita Millaku. Por ky i parë, ministri i brendshëm, mungoi kurse kolegët e tij Zyba e Pacolli u përkujdesën për pak show. Si zakonisht, është i pari që shkon në sallën e gjyqit. Pas Ali Zybës në gjykatore paraqit edhe Drita Millaku e pas saj edhe Fitore Pacolli. Edhe një herë këtë mungoi ministrin e detyrë i punëve të brendshme Xhelal Sfeshla. Me mbidhje shtyre të seancave gjyqtari njoftoi pale që do ta veçojë procedurën ndaj Sfeshlës. Mungon vetëm një pandemri Xhelal Sfeshla, i cili i ka dërguar gjykatës e madhe për të konditë edhe një aviopilet se qindet jashtë vendit. Me këtë ide nuk u pajtua avokati Xhelal Sfeshlës. I mbrojturi im bën një detyrë me përgjegjësi të lartë si ministër në detyrë i punëve të brendshme dhe jo çdo herë mund të jetë prezent apo i gatshëm që ti përgjigjet ftesave nga gjykata. Arsyeja e këtij veçimi të procedurës gjyqtari thas është në dobi të procesit. Gjykata i propozon palëve që seancat e vazhdoj kundër pandemrë prezent, ndërsa të veçohet ndaj pandemrë Xhelal Sfeshla. Ky vendim nuk u kundërshtua nga mbrojtja, por ndryshe mendoi akuzuari Sali Zyba, bashkëpartiak i Sfeshlës. E kundërshtoj. E kundërshtoni. Po. Sa më të vishëm për seancën, përsa nuk është siguruar asnjë material derisa të vjen. Je keni material. I ka avokati ju, avokati si pas detyrës së asnjë kontrakt, marrëdhënie, raport, obligime me avokatin nuk kanë. Edhe këtë parasysh është evidente,
kur e kom theksu çështjen që avokati paraprak nuk i ka poseduar. Pas këtyre polemikave, gjykimi vazhdoi me leximin e aktakuzës. Fillimisht i Pandeuri Xhelal Sfeshla, deputet i Kuvendit të Republikës së Kosovës, por edhe 2 herë tjera edhe më pastaj edhe të Pandeurit, Drita Millaku, Sali Zyba, fitore Pacolli Dalipi, deputet të Kuvendit të Republikës së Kosovës, kanë përdorur armë, mjete plasëse në shkelje me ligjin e zbatueshëm lidhur me armë. Për të gjitha këto akuzat, të Panderit u pyetën me radhë rreth fajsisë, Drita Millaku u mbrojt në heshtje. Do më të kërmo për jo. Do të mbrojnë në heshtje. Sali Zyba nuk e pranoi fajsinë. Me një vetë fajtura për jo. Nuk e një vetëm. Po. Nuk e një vetë fajtur. Njësoj e deklarua edhe fitore Pacolli Dalipi. Deklaruam që nuk ndjem fajtur. Faleminderit shumë, unë. Kur erdhi koha fjalëve hyrëse, Sali Zyba kërkoi përjashtim të prokurorit të rastit. Nëse ky siç u kuptoi këtu, është i biri natyral i Ismet Krasniqit, e konsideroj më pakta që është konflikt interesi dhe jo profesionalizëm. Jeni të kërku përjashtimin e prokurorit apo jo? Tashmë i vënuar pak. Jo. I vënuar në vënderë, kanë përmëndorë një kini drejt kërkesë përjashtim gjyqësor. Kërkesë për procedurë që konsideroj shumë jetike për procesin, që këtë prokuror në kësot të vona sipas me të dyshimta sa të tejkaluara mbi landën të jetë i përjashtuar të paktën në këtë rast. Pas kësaj kërkese, gjyqtari Sabit Sadika u detyrua që ta ndërpres seancën. Kurse Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur akt akuzë për veprën penale krime lufte kundër popullsisë civile ndaj N.C. gardianën në burgun e Lipjanit në kohën e luftës. Sipas njoftimit të prokurorisë, ekziston dyshimi bazuar mirë se Pandeura gjatë periudhës 98-99, në cilësinë e personit zyrtar gardiane në burgun e Prishtinës, paralelja për gra në Lipjan në bashkëkryerje me zyrtar të tjerë të burgut ka shkelur rregullat e së drejtës ndërkombëtare gjatë konfliktit armatosur, përkatësisht kohës së luftës. Sipas aktakuzës N.C. gjatë gjithë kësaj periudhe, në mënyrë sistematike, i ka keq trajtuar të burgosurat shqiptare, duke i kanosur për jetë dhe torturuar në mënyrë njerëzore me mjete të ndryshme si shkop gome, shkelma dhe grushte deri në alivanosje, duke u shkaktuar lëndime trupore, thuhet në njoftimin e prokurorisë. Si pasojë e këtyre rrahjeve, viktimat thuhet se ka mësuar dhunë psikike, gjendje akti dhe frike, dhe u kanë cënuar rënd të dignitetin njerëzor. Dërgaq një procesi që pritej të shihej fundi këtë javë, po zvaritet. Është fjala për certifikimin e rezultateve të zgjedhjeve të 28 dhjetorit, që do të zgjas për shkak të rinumërimit, ku gjatë ditës u finalizua në 18 komuna. Deri në pasdite u mbetën edhe 16 kuti nga 250 sa janë. E flet votimet procesoheshin një nga vëzhguesit. Gjithçka po verifikohej me kujdes. E kutit që po përfundoheshin vendoseshin në mes të sallës. Sigur se ditët paraprake dhe të pramte në qendrën e numërimit dhe rezultateve ka vazhduar rinumërimi flet votimeve që nisi të martën brëma. Nga 20 tavolina me vëzhgues po punoi intensivisht që procesi të shkonte drejt fundit. Detaje për rinumërimin deri pas ditën e së pramtës dha zëdhënësi Valmir Elizi. Në qendrën e numërimit dhe të rezultateve janë rinumëruar vendvotime që i takojnë 18 komunave të ndryshme të vendit, ndërkaq gjatë ditës do të vazhdohet me rinumërimin e vendvotimeve që i takojnë komunës së Prishtinës dhe Prizrenit. Në komunën e Prishtinës do të rinumërohen 26 vendvotime, ndërkaq në atë të Prizrenit 235 të tilla. Elizi tregoi se deri kur do të zgjatë rinumërimi. Dhe si pas planifikimeve, brenda një dite, mesatarisht numërohen rreth 80 kuti të votimit. Si pas kësaj dinamike, procesi i rinumërimit, i cili ka filluar me datë 13 janar, presim që të përmbyllet nga 12 deri në 14 ditë. Ndërkohë pas përfundimit të tërë procesit, varësisht ankesave do të vendoset nëse do të ketë rinumërim për të tjera vendvotime. Procesi i rinumërimit të votave po sjell ndryshime diku më të mëdha e diku më të vogla në votat e kandidatëve për deputet. Nga 10 deri në 100 është diferenca votave edhe për ata që ju prinin listave të partive kandidatëve për kryeministra. Të gjithë të dolën me vota më pak.
Nga 250 kuti që numruan para një jave mori mbi 28.000 vota. Veç 8 ditë më vonë, kandidatit për kryeministër të VV-s Albin Kurtit në rinumrem ju hoqën 126 vota. Nga 22.187 vota që mori në pokët të kuti, 84 minusi dolën deri në 5 dite edhe numri 2 të VV-s Glau Konjufcës. Në minus disa vota po dalin pothuajse shumica e kandidatëve për deputet, teksa Alban Bajrami deri në 5 dite ju shtuan 30 vota, 16 ju hoqën edhe Arbrije në Gafcit. Votat si ndryshuan fare, kryetari që qëndroi mbyllur 3 muaj lulzim hetimit. Nga 12.427 vota sa mori në këto kuti të rinumrimit 23 vota ju hoqën edhe kandidatit për kryeministër të PDK-s Bedri Hamzës. 103 vota në minus po del edhe kandidatja për deputete Kosovare Murseli. Donse pragun si pas rezultateve të para se kaloi fare në rinumrem deri tash po del me minus 38 vota Abelar Tahiri. 45 vota deri në po të njëjtën orë u shtuan edhe kandidatit Bekim Haxhiut. Për rezultatet që treguan si parti, kritika mori kreu i LDK-s Lumir Abdigjiku. Pikërisht këtij të fundit nga 6.322 vota që i mori në 250 kuti ju hoqën 23 vota. Përkundër kreut që po del në minus plus doli djali ish presidentit Rugova Uk Rugova. Nga 878 vota, Gjafer Gashit ju hoqën 20, 10 më pak ju hoqën edhe Serbeze Muqajt. Në po të njëjtën kohë, 13 vota më pak po del të jetë kreu i AK-s Ramosh Haradinaj. 4 ju shtuan vëllait e tij Daud Haradinajt e 10 ju hoqën Besnik Tahirit. Votat deri më tani si ndryshuan fare Bek Berishës nga ky subjekt politik. Kundër krerëve të subjekteve paraprake që po dalin në minus plus po del kreu i nismës Fatmir Limaj. 4 vota nga ky subjekt ju hoqën Gjevahire Izmakut e Albulena Balajt Halimajt. Ndërkohë rezultatet pritet të finalizohen në fundin e javës tjetër. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka publikuar shpenzimet e raportuara nga partitë politike për zgjedhjet lokale të tetorit 2025. Partia Demokratike e Kosovës në raportin e dorëzuar në KQZ ka raportuar shpenzime rreth 273.000 euro, derisa të hyra rreth 249.000 euro. Lidhja Demokratike e Kosovës ka raportuar shpenzime për këtë fushat 203.000 euro, derisa të hyra vetëm 23.520 euro. Ndërsa AK e Ramush Haradinajt ka shpenzuar më spaku për fushat, duke raportuar vetëm 24.187 euro dhe tyra rreth 86.000 euro. Nëse bëhet një kalkulim, Lëvizja Vetëvendosje ka shpenzuar pothuajse 2 fishin e të 3 partive bashk. E në fushatën e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të dhjetorit, Lëvizja Vetëvendosje dha si premtim rritjen e pagës minimale. Kjo nga dhoma e tregtisë e industrisë po cilësohet veprim kryekput elektoral, i cili po shihet si presion mbi bizneset e vogla që po përballen edhe me rritjen e shpenzimeve të rrymës. Qenë kundër rritjes, po mënyra se kur është marrë edhe shfrytëzimi i saj për fushat ka qenë totalisht i panevojshëm dhe i dëmshëm për shumë biznese. Pastaj çka më e keqe ka disa vjet që për shembull Këshilli Ekonomik Social, i cili është baza kryesore ku merren vendime zbashku mes shoqatat bizneseve, qeverisë, po ashtu edhe sindikatave të punëtorë, merret vendimi për pagën minimale, është totalisht jashtë funksionit. Prandaj ne kërkojmë fillimisht që le të kthehet në funksion Këshilli Ekonomik Social, le të kemi një qeveri funksionale dhe kuvend funksional dhe pastaj aty do të diskutojmë dhe nga aty dalim me një propozim për qeverinë dhe kuvendin e Kosovës që të ndërmarr të marrë një vendim sa i përket pagës minimale. Për bizneset, sidomos bizneset e vogla, ka pasur ndikimi jashtëzakonisht madh, sepse bizneset e mëdha ashtu e kanë tejkaluar pagën prej 500-ve për shkak se ne e dimë një pjesë e madhe e bizneseve u përballen me ikjet shumëta të punëtorëve tyre profesional dhe një prej themi masave që ata ndërmarrin është edhe rritja pagës si lloj forme për ta ruajtur fuqinë punëtore, sepse është shumë e rëndësishme sidomos fuqia punëtore e cila po merr periudhë gjatë kohore në një biznes duke punuar, sepse ai aty po profesionalizohet në atë fushë dhe pastaj në mungesë atyre persona profesional bizneset po hekin jashtëzakonisht shumë qysh me bëni zgjidhje për tejkalimin e një çfarëdo situate që ta ketë. Prandaj nuk pat gatishmëri, ne e shohim këto ditë të fundit ka një presion themi në bizneset e vogla kryesisht, të cilat përballen me telashe shumë të mëdha se si të gjejnë zgjidhje për të rritur themi pagën 425.
Ndërkohë veç se ka nisur zbatimi i ligjit për të huaj dhe ligjit për automjetet të regjistruara, për çka Ministria e Brendshme ka publikuar edhe një dokument udhëzues, derisa liderët e qeverisë në detyrë njoftuan ambasadorët për përputhjen e këtyre ligjeve me legjislacionin e BE-s. Shtetasit e huaj që hynë në Kosovë kanë detyrime ligjore gjatë hyrjes, qëndrimit dhe punësimit brenda Republikës. Ministria e Punëve të Brendshme pas nisjes së zbatimit të ligjit për të huajt ka publikuar të premten një dokument udhëzues për informimin e tyre. Në njoftim thuhet se i huaji duhet të posedojë dokument të vlefshëm udhëtimi, vizë ose leje qëndrimi. Kur kërkohet të respektojë qëllimin dhe afatin e qëndrimit, të lajmërojë adresën e qëndrimit në afat prej 3 ditësh nga dita e hyrjes në kufe apo në stacionin më të afërt policor, të ketë mjete të mjaftueshme për jetesë e të mos përbëjë kërcënim për sigurinë shtetërore, rendin dhe shëndetin publik. Ndërkohë në rast të qëndrimit afatshkurtër, në njoftim janë bërë me dije disa rregulla të tjera. I huaji mund të qëndrojë deri në 90 ditë brenda periudhës kohore për 180 ditësh pa vizë ose me vizë kur kjo kërkohet. Gjatë kësaj periudhe thuhet se nuk i lejohet punësimi pa leje pune dhe se çdo qëndrim mbi 90 ditë kërkon aplikim për leje qëndrim. MPB ka publikuar një udhëzim edhe për ligjin për automjetet e regjistruara. Aty specifikohet që të gjitha veturat me targa të huaja nuk mund të qarkullojnë në vend më shumë se 3 muaj ose mbi bazën e autorizimit. Automjeti i regjistruar në vendin e huaj në pronësitë e qytetarit të Kosovës lejohet të qarkullojë deri në 3 muaj nga data e hyrjes në Kosovë. Qytetari i Kosovës duhet të ketë rregulluar lejen e qëndrimit të përkohshëm ose të përhershëm dhe ta tregojë në çdo rast ku kërkohet nga personi autorizuar. Automjetin e regjistruar jashtë Kosovës nuk mund ta drejtojë shtetasi kosovar pa praninë e pronarit dhe as të autorizohet që të qarkullojë në Kosovë. Lidhur me këto ligje, kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti bashkë me zëvendësin e tij Besnik Bislimin priti të premten në takim ambasadorët të ngarkuarit me punë, shefat e misioneve diplomatike dhe përfaqësues diplomatik të akredituar në Kosovë. Ata i njoftuan për fazat e zbatimit të ligjit për të huaj dhe ligjit për automjete, ligje këto të harmonizuara me legjislacionin e Bashkimit Evropian dhe veprimet afirmative që institucionet e Republikës së Kosovës do të ndërmarrin për zbatimin e plotë të këtyre 2 ligjeve. E në anën tjetër, Këshilli Gjyqësor i Kosovës mbajti sot mbledhje ku diskutua për rastet e dhunës në familje, ku bëhet ditur se janë zgjidhur rreth 1032 raste, nga ty pati kritika për institucionet. Për 12 muaj u trajtuan 1013 raste të dhunës në familje në gjyqësorin e vendit. Koordinatori për rastet e dhunës në familje, gjyqtari Dardan Kadolli, dha më shumë detaje në mbledhjen e Këshillit Gjyqësor të premten. Veprën penale dhunë familje janë pranuar gjithsej 1013 raste, kurse janë zgjidhur 1032. Mbetura punë janë 900, efikasiteti është 102%, pra flitet për një efikasitet mjaft madh. Kurse për rastet në urdhër mbrojtje janë pranuar 1126 raste. Ai kritikoi institucionet për mos raportim të masave tek gjyqtarët. Gjykatat përgjithësi kanë shumë vendime, mirë po fakt ka mungu trajtimi dhe situacione tjera. Në këtë rast janë urdhëruar masa të caktuara nga gjyqtarët, nga shërbimet tjera, policia nuk kanë mbikëqyrë rastin, si dhe nëse janë shumë masa tjera në raport me kryesin që kanë bënë me masa të trajtimit psikiatrik të azëm, nga institucionet shëndetësore nuk ka pasur përcjellje. Komisioneri për mbikëqyrjen e procesit të përgjimeve të komunikimeve gjyqtari Agim Aliqi raportoi për periudhën njëvjeçare të vitit 2025. Përgjime për nevojat procedurës penale dhe përgjime për nevojat të sigurisë së shtetit, përkatëse që i kryen agencioni AKI-a, agencioni për inteligjencë. Dhe kjo me një farë forme do thotë janë ato komunikimet më të shpeshta ne i bëjmë përmes zyrës së ndërlidhjes. Gjatë mbledhjes, Drita Rexha i theksoi se është i kaluar plani punës i komisionit me miratimin e 25 akteve normative, duke të kaluar objektivin që kishim për 19 akte. Ndërkaq në Institutin Albanologjik ishte punime për rinovimin e objektit, por ato aktualisht janë ndërprerë për shkak të motit me shi. E në anën tjetër nuk dihet se kur do rifillojnë. Kovat janë në çdo cep. Ato janë vendosur në çdo sallë ku tavanet janë të hapura. Instituti Albanologjik tash e 5 vjet përballet me këso situata sa herë që moti përkeqësohet. Nga kjo situatë, hapësira e njohur si salla e etnologjisë është jashtë funksionit.
Megjithatë, ajo e konferencave mbetet akoma e shfrytzueshme, por nën asistencën e kovave. E projekti për rinovimin e institutit është ndërprer për shkak të motit. Tashmë në bashkëpunim me ministrinë është përzgjedhur operatori ekonomik, punimet kanë filluar, ashtu siç e pat te pjesa anësore e kulmit të institutit është realizuar një pjesë e punimeve, por për shkak të kushteve atmosferike është dashur të ndërprehet puna. Këto rrethona po ju shkaktojnë pengesa punonjësve. Realisht na ka shkaktuar dëm edhe pengesa tash sa vjet të shumta, sepse siç e keni vërejtur edhe ju është në pjesën e parë se në fillim ka qenë pasivizuar salla e eksponatave, tashmë është pothuajse e shkatëruar. Shuma e të nderit të ndarë nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë për këtë projekt është 124.000 euro. Këtu përfshihet renovimi i jashtëm dhe i brendshëm i këtij institucioni. Vijojmë me çështje të tjera. Policia e Kosovës ka arrestuar drejtorin e një shkolle në Gjilan si dhe një zyrtar në po të njëjtën shkollë. Ata dyshohen për keqpërdorim të pozitave dhe se kanë dëmtuar buxhetin e shtetit në vlerë mbi 19.000 euro. Zyrtari i arrestuar është një i punësuar si bibliotekist me kontratë përhershme, i cili dyshohet se për një periudhë të gjatë nuk është paraqitur në vendin e punës, ndërkohë ka përfituar paga mujore nga buxheti i Republikës së Kosovës. Sipas policisë, në periudhën nga viti 2023 deri në tetor të 2025, i dyshuari ka dëmtuar buxhetin e Kosovës në vlerë prej mbi 19.000 euro. Drejtori dyshohet se nuk e ka raportuar mungesën e të dyshuarit të parë pranë autoriteteve kompetente, duke mundësuar vazhdimin e pagesave pa bazë ligjore. 2 të dyshuarit janë dërguar në mbajtje. E me organizim të sindikatës, punëtorët e spitalit Samia Gjibeqiri në Mitrovic kanë mbajtur një protestë për të shprehur pakënaqësinë e tyre ndaj sulmit të ndodhur dje ndaj 2 punëtorëve të sigurimit dhe një infermiereje në repartin e ortopedisë. Përmes protestës, ata shprehen indinjatën e tyre për ngjarjen e rëndë. Agron Sumiqi, përfaqësuesi i sindikatës, deklaroi se po protestojnë dhe po shprehin mbledhjen për sulmin e djeshëm, duke kërkuar që autorët e sulmit ndaj stafit shëndetësor të mbahen përgjegjës. Shqetësues vijon të mbetet çështja e sigurisë në trafik. Vetë gjatë 2 javëve të para të janarit kanë ndodhur 983 aksidente. Nga to 346 janë me të lënduar dhe 635 me dëme materiale. Një i vdekur dhe 4 të lënduar. Ky është bilanci nga aksidenti i Enjtës në rrugën Komoran Saralev. Përplasja mes veturave ja mori jetën një 83 vjeçari dhe ju shkaktoi lëndime 4 të tjerëve. E të premtën, policia njoftoi se ka arrestuar shoferin e dyshuar, i cili është një imitur. Mirë po, ky vit ka nisur me një numër të madh aksidentesh. Vetëm brenda 2 javëve të para të janarit ka ndodhur gjithsej 983 aksidente. Prej tyre 346 me të lënduar dhe 635 me dëme materiale. E krahasuar me vitin e kaluar, sipas të dhënave të policisë së Kosovës, shifrat janë të ngjashme. Pasi në tërë muajin janar të vitit 2025 u shënuan rreth 2000 aksidente në total. Në 31 ditët e janarit ishin regjistruar 632 aksidente me të lënduar dhe 1177 me dëme materiale. Ligjërues janë në Departamentin e Komunikacionit në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike, Arlinda Alimehaj Recaj, vlerëson se mënyra për të evituar aksidentet është duke i respektuar shenjat e trafikut, posaçërisht shpejtësinë. Në mënyrë që të evitohen këto, duhet të kushtohen shumë rëndësi faktorëve, këtë siç është ngasja, do të thotë faktori njeri, respektimi i shpejtësisë së kufizuar, i cila duhet të jetë nën atë e cila rekomandohet me shenjat e trafikut. Ndalimi i përdorimit të telefonit të gjatë ngasjes, respektimi i distancës mes automjeteve e kontrollimi teknik i veturave janë të nevojshme. Mbajtja e distancës së sigurisë është një ndër faktorët të cilët ndikojnë edhe mundsojnë parandalimin e aksidenteve. Pastaj është pozitje e kujdesshme, do të thotë vëmendje e shtuar, evitimi i përdorimit të telefonit. Pastaj janë edhe çështjet ose aspekti teknik i automjeteve.
Më tej theksohet nevoja e shtimit të kontrolleve policore në terren në mënyrë që të respektohen më shumë rregullat e komunikacionit. Ndrojmë tani temë pas publikimit të vendimit amerikan për një pezullim të përkohshëm të vizave për imigrantë nga 75 vende të botës. Një zëdhënës i ambasadës amerikane në Prishtinë ka thënë për Gazetën Ekspres se vendimi është marrë pasi presidenti Donald Trump ka bërë të qartë se emigrantët duhet të jenë financiarisht pavarur për të mbrojtur përfitimet publike për qytetarët amerikanë. Ambasada sqaroi se kjo mas vlen vetëm për lëshimin e vizave për imigrantë dhe se ajo nuk vlen për vizat jo imigrante se ato për turist, sportist, punonjës të kualifikuar dhe familjet e tyre. Po ashtu ndalimi i përkohshëm i lëshimit të vizave nuk ndikon tek ata që tashmë kanë një vizë të vlefshme për imigrant. Asnjë vizë imigranti nuk është tërhequr sipas këtyre udhëzimeve. Aplikantët për vizë imigranti që prekën mund të dorëzojnë aplikime dhe të marrin pjesë në intervista, si dhe departamenti do vazhdojë të caktojë takime për aplikantët, por nuk do lëshohen vizat e imigrantëve. Takimet ekzistuese për vizë imigranti zakonisht nuk do ricaktohen ose anulohen, thuhet më tej në përgjigjen e ambasadës amerikane në vend për Gazetën Ekspres. E me këtë lajm po mbyllim edhe këtë edicion informativ të kësaj të premte në Fokus. Derisa ju kujtoj vetëm pas pak keni edicionin më të ri të emisionit dedikuar ekonomisë Eurostat dhe gjatë gjithë kohës Gazetën Ekspres për t'u informuar. Faleminderit që na ndoqët, mirëmbëjtje.